Horoskopi ditor, 10 korrik. Dita kur një e vërtet mund të ndryshojë gjithë vazhdimin e verës. Ka ditë kur gjithçka duket normale derisa një moment i vetëm ndryshon mënyrën si e shet të ardhmen. 10 korriku nuk është një ditë që kalon pa lënë gjurmë. Energjia e saj lidhet me zbulime, qartësi dhe vendime që nuk mund të shtyhen më. Disa njerëz do të marrin përgjigjen që kanë pritur prej javësh. Të tjerë do të kuptojnë se një derë që u mbyll nuk ishte humbje, por mbrojtje. Ndërsa disa do të shohin një mundësi që deri dje ishte e padukshme. Mos u përpiq të kontrollosh çdo gjë që ndodh sot. Ka zhvillime që nuk varen nga forca, por nga koha e duhur. Dëgjoje me kujdes mesazhin e shenjës tënde, sepse një zgjedhje e bërë gjatë kësaj dite mund të ndikojë jo vetëm javën që vjen, por gjithë vazhdimin e korrikut. Dashi. Ka raste kur përgjigjja që kërkon nuk ndodhet përpara teje, por brenda mënyrës si zgjedh të reagosh. Kjo ditë të fton të mos humbasësh energjinë me gjëra që nuk mund t'i kontrollosh. Në punë, një zhvillim i ri mund të jap mundësinë të tregosh aftësi që deri tani nuk janë vlerësuar sa duhet. Në financa, një zgjedhje e matur do të ketë më shumë vlerë se një fitim i shpejtë. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të largojë një keqkuptim që ka qëndruar pezull. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të nisë nga një rastësi e bukur. Shëndeti përfiton kur ul ritmin dhe pushon më shumë. Fati do të buzëqesh kur vendos të mos kthehesh më pas. Demi. Mos e nënvlerëso qetësinë që ndjen sot, sepse ajo është shenjë se shumë gjëra po vendosen në vendin e duhur. Në punë, një person mund të vlerësojë seriozitetin tënd dhe të jap një mundësi që të rrit besimin për të ardhmen. Në financa, dita favorizon planifikimin dhe shmangjen e shpenzimeve impulsive. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se çdo deklaratë. Nëse je në një lidhje, mirëkuptimi do të forcohet. Nëse je vetëm, mos refuzo një bisedë që lind krejt spontanisht. Shëndeti përmirësohet kur i kushton më shumë rëndësi pushimit dhe ushqimit. Fati do të vinë nëpërmjet njerëzve që kanë qenë pranë teje edhe në ditët më të vështira. Binjakët. Sot nuk është dita për të folur më shumë, por për të dëgjuar me kujdes atë që të tjerët nuk po e thonë drejt për drejt. Në punë, një informacion i rëndësishëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një projekt ose një bashkëpunim. Në financa, një mundësi e vogël mund të rezultojë shumë më fitimprurse nga sa duket. Në dashuri, një mesazh ose një telefonat mund të rikthejë emocionet që kishe lënë pas. Nëse je në një lidhje, dita favorizon sinqeritetin dhe besimin. Shëndeti kërkon më shumë ekuilibër mes punës dhe pushimit. Fati do të lidhet me aftësinë tënde për të kuptuar momentin e duhur. Mos e shpërfill një detaj që të bie në sy sot, sepse mund të jetë çelësi i një zhvillimi të rëndësishëm. Gaforja. Edhe periudhat më të gjata të pritjes marrin fund kur vjen çasti i duhur. Për ty, kjo ditë mund të sjellë pikërisht ndjesinë se diçka po fillon të lëvizë. Në punë, një lajm ose një zhvillim mund të rikthejë optimizmin që të kishte munguar. Në financa, vazhdo të tregohesh i kujdesshëm, sepse zgjedhjet e sotme do të ndikojnë edhe javët në vijim. Në dashuri, një person mund të tregojë se ndjen më shumë nga sa e kishe kuptuar. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të zgjojë emocione të reja. Shëndeti përfiton kur largon stresin dhe jep vetes më shumë qetësi. Fati do të jetë pranë atyre që nuk kanë humbur besimin tek vetja. Luani. Disa fitore nuk vinë sepse lufton më fort, por sepse më në fund zgjedh drejtimin e duhur. Pikërisht këtë mundësi të sjell 10 korriku. Në punë, një situatë që ka ecur ngadalë mund të marrë ritëm dhe të jap besimin që të ka munguar. Në financa, një vendim i marrë me maturi mund të krijojë stabilitet për ditët që vinë. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund të vijë nga një person që nuk e prisje të bënte hapin e parë. Nëse je në një lidhje, dita favorizon planet e përbashkëta dhe mirëkuptimin. Shëndeti përfiton kur largon mbi ngarkesën dhe i kushton më shumë rëndësi pushimit. Fati do të shpërblejë ata që nuk presin miratimin e të tjerëve për të ndjekur rrugën e tyre.
Besoj aftësive të tua pa hezitim. Virgjëresha. Mos u habit nëse sot zgjidh një problem që të ka lodhur prej javësh me një ide që të vjen krejt pa pritur. Nganjëherë mendja gjen zgjidhjen pikërisht kur ndalon së kërkuari me ngulm. Në punë, organizimi dhe përqendrimi do të japin avantazh ndaj të tjerëve. Në financa, një llogaritje e kujdesshme mund të kursejë më shumë se sa mendon. Në dashuri, një sqarim i sinqert mund të mbyll një kapitull të panevojshëm dhe të hap një fazë më të qetë. Nëse je vetëm, dikush mund të tërheqë vëmendjen me thjeshtësinë e tij. Shëndeti kërkon më shumë kohë për relaks dhe ritëm të balancuar. Fati do të lidhet me aftësinë tënde për të parë atë që të tjerët e shpërfillin. Sot një detaj mund të ndryshojë gjithçka. Peshorja. Jo çdo rrugë e drejtë është edhe rruga e duhur. Sot do ta kuptosh se ndonjëherë duhet të ndjekësh atë që të jep qetësi dhe jo atë që duket më e lehtë. Në punë, një bashkëpunim ose një propozim mund të hap mundësi që nuk i kishe parashikuar. Në financa, dita favorizon vendimet e balancuara dhe shmangjen e rreziqeve të panevojshme. Në dashuri, dikush mund të tregojë një anë të karakterit që do të bëjë ta shohësh ndryshe. Nëse je në një lidhje, komunikimi do të zgjidhë një paqartësi të vogël. Shëndeti përmirësohet kur i jep vetes më shumë kohë larg stresit. Fati do të vijë përmes njerëzve që të japin besim dhe jo pasiguri. Sot zgjedhjet e vogla do të kenë peshë të madhe. Akrepi. Ka të vërteta që nuk kanë nevojë për prova, sepse ndihen menjëherë. Kjo ditë mund të vendos përballë një momenti ku intuita do të jetë shumë më e fortë se çdo këshill që dëgjon. Në punë, një zhvillim i fshehur deri tani mund të jap një avantazh të rëndësishëm. Në financa, prit edhe pak përpara se të marrësh një vendim të madh. Në dashuri, një person mund të surprizojë duke treguar ndjenja që nuk i kishte shprehur kurrë. Nëse je në një lidhje, besimi do të forcohet përmes një bisede të qetë. Shëndeti përfiton nga më shumë pushim dhe largimi nga tensionet. Fati do të udhëheqë drejt njerëzve dhe situatave që kanë vërtet vlerë. Mos e shpërfill ndjesinë tënde të parë. Shigjetari. Nuk është gjithmonë destinacioni ai që të ndryshon, por vendimi për të hedhur hapin e parë. Kjo është arsyeja pse 10 korriku mund të ketë më shumë rëndësi nga sa duket. Në punë, një mundësi që e kishe konsideruar të largët mund të afrohet papritur dhe të kërkojë një përgjigje të shpejtë. Në financa, një zgjedhje e mençur mund të krijojë më shumë siguri për javët në vazhdim. Në dashuri, dikush mund të jap një arsye të fortë për të besuar sërish tek ndjenjat. Nëse je në një lidhje, një plan i përbashkët mund t'ju afrojë edhe më shumë. Shëndeti përfiton kur gjen kohë për aktivitet fizik dhe pushim. Fati do të favorizojë ata që nuk kanë frikë të dalin nga rutina. Sot mund të fillojë një rrugë që do ta kujtosh gjatë. Britsjapi. Nuk ke nevojë të ndryshosh gjithçka për të parë rezultate të reja. Mjafton të ndryshosh një zgjedhje që e ke shtyrë prej kohësh. Kjo ditë të fton të besosh më shumë tek përvoja që ke fituar. Në punë, një përgjegjësi e re mund të jap mundësinë të tregosh aftësi që kanë kaluar pa u vënë re. Në financa, dita favorizon organizimin dhe vendimet që sjellin stabilitet afatgjatë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të largojë një barë emocionale. Nëse je vetëm, një njohje mund të vijë përmes një personi të afërt. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes fizike. Fati do të vijë përmes këmbënguljes dhe jo përmes rastësisë. Sot mund të hedhësh themelet e një suksesi që do të duket qartë më vonë. Ujori. Ajo që sot duket si një ndryshim i vogël, pas pak ditësh mund të rezultojë vendimi më i zgjuar që ke marrë këtë muaj. Mos e nëmblerso fuqinë e intuitës dhe të ideve të tua. Në punë, një bashkëpunim ose një projekt mund të marrë një kthes shumë pozitive. Në financa, kreativiteti yt mund të sjellë një mundësi fitimi që nuk e kishe menduar. Në dashuri, një mesazh ose një takim mund të rikthejë emocionet dhe entuziazmin. Nëse je në një lidhje, dita favorizon mirëkuptimin dhe planet e reja.
Shëndeti përmirësohet kur largon stresin dhe organizon më mirë kohën. Fati do të jetë pranë teje në momentin që vendos t'i besosh instinktit dhe jo frikës. Sot mund të hapet një rrugë krejt e re. Peshqit. Mos kërko përgjigje tek zhurma e botës kur ato ndodhen brenda teje. Gjatë kësaj dite do të ndjesh më qartë se cilat zgjedhje të japin qetësi dhe cilat vetëm lodhje. Në punë, një lajm i mirë ose një vlerësim mund të rikthejë besimin tek rruga që ke zgjedhur. Në financa, dita favorizon kursimin dhe planifikimin e zgjuar. Në dashuri, një person mund të tregojë me veprime atë që nuk e ka thënë dot me fjalë. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të zgjojë emocione që nuk i prisje. Shëndeti përfiton kur i kushton më shumë rëndësi qetësisë mendore dhe pushimit. Fati do të udhëheqë drejt një zgjedhjeje që në fillim duket e vogël, por që do të ketë ndikim të madh në vazhdimin e korrikut. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën e vërteta nëse beson se 10 korriku do të ndihmojë të shohësh më qartë rrugën që ke përpara. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot.